Kam pasur rënje. Edhe LDK? LDK me numër të votave edhe në përqindje, sidomos nëse merr në përqindje dhe në deputet ka pas ngritje. Vetëm në deputet I bie këtë pasur ngritje. Në deputet ka pas ngritje, prandaj po flas si trend. Trendi më të madh ka pas lëvizja vendosje, pastaj PDK-ja, ndërsa LDK-ja nuk e ka pas atë trendin e këtyre dy partive që kanë pas në fillim, përkundrazi ka arrit me kriju një stabilitet dhe ka arrit me I siguru tash me rezultatin pak a shumë përfundimtar, po I shohim që I kemi 18 ulse. 18 ulse, gjë që pra nëse shohim nga aspekti politik dhe nga aspekti përgjithshëm I analizës, themi që është pozitiv, por nuk mund të themi që është ma I kënaqur shumë I mundshëm. Sepse nëse analizohet edhe rezultatin në komunat e Kosovës, LDK nuk ka dalë e para në asnjë prej komunave. As në ato ku udhëheq në nivelin Po flasim për një Kosovë që është një zonë zgjedhore dhe flasim për një nivel që janë zgjedhje nacionale. Ndërsa kur shkojmë zgjedhje lokale mund të analizojmë edhe nga aspekt, por që po them edhe një herë, rezultati mund tjetë edhe I kemi punu që me qenë rezultat maj mirë I mundshëm. Nuk mund të themi që jemi të pakënaqur me rezultatin, por nuk mund të themi që jemi ata triumfuesit që na gëzon edhe ky rezultat. Pra duhet me pa në aspekt realist dhe ky aspekt pra po flas që ka disa dimensione dhe patjetër që rezultati I tillë duhet përkthehet edhe në mesazh dhe duhet përkthehet në punë. Tash kur do të kemi zgjedhje dhe si do të shkojmë tutje, mbetet me pa dhe në aspekt të organizimit, sidomos më shumë I takon LDK-s në kuptimin e fjalës ata që kanë punuar deri më sot dhe kanë ndërtuar LDK-n. Ne bashkë me Vjosa Osmanin ose unë konkretisht ju kom fut gares si pjesë me Vjosa Osmanin, sidomos pra për të kontribuar në LDK. Dhe tash e tutje duhet me pa se çka mundemi me kontribu së bashku dhe çka mundemi me pa si projekt. Do të tani megjithatë si u përgjigjen edhe atyre zërave, atyre kritikave se në një farë forme rritjen e mëtejme të LDK se ka penalizuar një pjesë e deklaratave të ish-presidentës Osmani kundrejt Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje. Sepse u tha mbas edhe në shumë analiza politike se deklaratat e Osmanit më shumë ishin një autogol për të sesa për vetëvendosjen. Ne kemi qenë në proces zgjedhor, ne kemi pas rivalitet politik edhe garë, edhe me lëvizjen vetëvendosje, edhe me PDK-n edhe me AK-n. Por kush ka qenë partia parë, ka qenë lëvizja vetëvendosje. Prandaj është shumë normale që me pas përplasje dhe me pas mendime të ndryshme dhe me pas veprime politike, ka dhe zëra që